Kërkon një zemër të madhe të thuash do të dua deri në thinjën dhe rrudhën e fundit. Do të jem me ty, jo vetëm në momentet e bukura, por në kohë të vështira, kur dhimbjet e jetës bëhen të pamëshirshme për secilin nga ne. Kërkon guxim të duash pa lojë dhe strategji. Pa bërë sikur nuk t'intereson njeriu që do më fort, që në fakt ta lëviz ndryshe limfën. Është trimëri të thuash unë të zgjedh ty, duke qenë me ty, dhe prap të mbetesh një njeri i plot. Dhe është mungesë guximi të duash dikë pa e zgjedhur, nga frika. Nga frika shumë jetë kanë shkuar dëm, janë humbur shanse lumturie. Por në anën tjetër të frikës është guximi dhe në anën tjetër të guximit është gjithmonë lumturia. Jim Morrison thoshte, ekspozohu ndaj frikës tënde më të thellë, dhe frika s'do të ketë një ditë më fuqi mbi ty. Të duash vërtetësisht do të thotë të shkerfar jo trupin, por shpirtin e dikujt lakuriq, ti puthësh lotët, ja njohësh çdo plagë e vrag, ti dish frikrat dhe demonët dhe sërish ta duash. Do të thotë që dikush të t'jap plotësisht pushtetin mbi zemrën dhe jetën e tij, dhe ti mos ta vrasësh, mos ta lëndosh.